Mendoj që lëvizja vetëvendosje në këto zgjedhje ka mos sjell parafërsisht të rezultati i shkurtit 2025. Çaj rezultat lëvizjes vetëvendosje atëherë ka pru 52 deputet. Po 2 deputet I ka pas pse nisma s'ka hyrë në kuvend. Jo shkaku I rezultatit vet, I përqindjes vet. Ato 2 deputet përqindjes nismës I kanë shku lëvizjes vetëvendosje sipas formulës Handit si parti e parë. Kështu që unë mendoj lëvizja vetëvendosje kësaj here shkon të 50 deputet. Vazhdo, shkoj të mesi edhe që aty është 50-ci. Mirë. Minus, jo. Te plusi që është edhe minus që është. Mirë. 50. Aleanca menoj që kësaj here... Anton Deda na ka ndihmuar në realizimin e kësaj platforme për çka e falenderojmë shumë. Po, e pas ka bo shumë të mirë, kështu që ka profesionist I fushës. Aleanca të bazu të rezultati I zgjedhjeve të 28 dhjetorit, me që kam rri me marrë atë rezultat, kur ka qenë pjesëmarrja jashtëzakonisht e madhe si rezultat I prezencës diasporës këtu, menoj që ka me dalë me rezultat më të mirë në këtë zgjedhje, jo shumë ku me ditë sa, po prej 6 deputet menoj që shkon 7 deputet. Ka qenë bashkë me Fatmi Limaj nëse s'gaboj. Ja, në zgjedhjet e 28 dhjetorit I mora si shambull, si model për Aleancës. Ka qenë? Sa qenë? Po, jo të 2021-ës. Po. Se u patën nga thru me Aleancën. Rëdja. Tash, LDK, PDK, menoj që kanë me nxjerrë rezultat parafërsisht barabartë, shkaku I kthimit të zonjës Osmani në lidhjen demokratike të Kosovës. Ajo dhe PDK-ja ka me qenë parafërsisht aty. E ki të pa mund shumë. Menoj që s'kan me qenë ndoshta me deputet barabartë. Tash parafërsisht... Se t'kan bet 43. Plus minus 1, po do të thonë. 43 atëherë shkojna PDK-s prap, ja japim një deputet më tepër, sepse pavarësisht që dhone menoj si belgzimi, PDK-ja nuk e ka potencën si që ka pas deri në 2 palë zgjedhjet e kaluara, sidomos parat ka qenë shumë mirë, nuk e ka s'po shihet, nuk po vrehen në këtë fushat elektorale, po çato ka me kompenzu bashkimi me nismën, ato votat nismës, sidomos Malishev, natyrshëm edhe sidomos tash mas daljes publike, zotit Lima që për kra PDK-n, kanë me shku të PDK-ja dhe PDK-ja e runë atë rezultatin e zgjedhjeve të fundit. LDK-ja sigurisht që ka me pas rritje dhe shkojmë parafërsisht aty. Atëherë pi bjen normal 21 me 20, a qysh? 22 edhe 21. Nëse do në mindohëm një ma shumë njën. 22-21. 22 dhe 21. Jo. Kanë me qitë 22. PDK-n. Pra, qka ndodhë? Kjo është rritje I jashtëzakonshme LDK-s? Po... LDK njëtu e rritë që tu... Krasu me 28 dhjetorin duket rritje e jashtëzakonshme, po unë referencë në këtë rast për këto zgjedhje e marr shkurtin e 2025-s, sepse nuk është diaspora nuk është prezente në Kosovë. Ajo ka përmbys atë rezultat. Çka ka ndodhur me 28 dhjetor në rrethana normale nuk ishte ndodhur. Rrethana normale ka qenë shkurti dhe tash kanë me qenë edhe këto zgjedhje ku diaspora nuk është prezente.